Policia e Shkodrës ka zbardhur rrethanat e ngjarjes së ndodhur pas ditën e djeshme në Kiras, ku gjatë një ndjekjeje policore u qellua mramzjarri në ajër për të kanosur efektivet. Policia ka arrestuar drejtuesin e automjetit Erviz Baba, 43 vjeç, si dhe një 17 vjeçar, të cilët ndodheshin në makinë bashkë me Bajram Bregun, 40 vjeç, teksa ky i fundit dyshohet se ka qelluar me pistolet gjatë largimit nga vendi i ngjarjes. Bregu është identifikuar dhe është shpallur në kërkim. Sipas hetimeve rreth orës 15:10 të datës 9 mars, policia po patrullonte në Kiras dhe i bëri shenjë ndalimi një automjeti tip Volkswagen Seat me 3 persona brenda. Automjeti drejtohej nga Erviz Baba, ndërsa pasager ishin një 17 vjeçar dhe Bajram Bregu. Drejtuesi i automjetit nuk ju bin urdhërit të policisë për ndalim, por shtoi shpejtësinë dhe kreu manovra të rrezikshme në rrugë, duke detyruar patrullën të vijej në ndjekje. Gjatë ndjekjes, sipas policisë, Bajram Bregu ka zbritur nga automjeti dhe ndërsa largohej ka qelluar një herë në ajër me pistolet me qëllim kanosjen e punojësve të policisë. Pas veprimeve të shpejta policore, u bë mundur arrestimi i drejtuesit të automjetit Erviz Baba, si dhe i të miturit që ndodhej në makinë. Ndërkohë, gjatë kontrolleve në zonë, policia gjeti dhe sekuestroi armën e zjarrit, pistolet me municion, që dyshohet se është përdorur nga Bajram Bregu, si dhe automjetin me të cilin lëviznin. Bajram Bregu rezulton person me precedent penal për armbajtje pa leje, prodhim dhe shitje narkotikësh dhe vjedhje, ndërsa policia vijon operacionin për kapjen e tij, duke e cilësuar si person me rrezikshmëri të lartë. Materialet janë referuar prokurisë së Shkodrës për veprat penale kanosja, mosbindja ndaj urdhërit punojësit të policisë, prisha e qetësisë publike, prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve dhe municionit dhe moskallëzimi i krimit.